Familja e Flora dhe Pren Balajt përfaqëson një nga ato trunxhe shqiptare që në mërgat kanë ditur të ruajnë dhe të përcjellin me dinjitet vlerat kombëtare, duke u bërë urë lidhëse mes trojeve etnike dhe shtetit mek zviceran. Ata dhe miqtë e tyre u dëshmuan në disa dimensione, si në ruajtjen e identitetit kulturor, në promovimin e traditave dhe në përfaqësimin e denjë të kulturës shqiptare në mërgat. Në shtetin helvetik, ku bashkëjetesa kulturore dhe respekti për diversitetin janë vlera themelore, familja e Flora dhe Pren Balajt ka arritur të integrohet, duke ruajtur gjenezën shqiptare, përmes angazhimit të tyre në jetën shoqërore e kulturore, duke promovuar atë që mund të quhet kostumografia shqiptare, jo vetëm si veshje tradicionale, por si simbol identiteti, historie dhe krenarie kombëtare. Përfaqësimi i tyre nuk është individual, por kolektiv. Një dëshmi se mërgata shqiptare, përfshirë familjen e Flora dhe Pren Balajt, mbetet një faktor i rëndësishëm në ruajtjen dhe afirmimin e vlerave kombëtare përtej kufive, duke e bërë Shqipërinë dhe trojet etnike të pranishme kudo që jetojnë shqiptarët. Themi atë dheu, me njërë shkojmë të kombi. Kur themi kombi, nuk ka kombi pa identitet. Po kush janë? Ata që e përfaqësojnë identitetin e një kombi, është gjuha, është tradita, është kultura, është dhe kostumi. Cila histori e një kombi ku do në botë është shkruar pa këngën, pa valën, pa kostumin. Ndaj dhe kjo natë është e rrallë. Më besoni që është e rrallë. Do thoni ju si shumë, po jo, unë kam kaluar me 10 vjetra, edhe këtu, në Zvicër, me shumë shoqata, shumë aktivitete, kam bërë shumë dokumentarë. Unë nuk i zbe as pak festat, as përvjetorët, të gjithë blidhen, rrishtojmë këngëtarë, hedhim parullam, timin e mirë të fjalës, për kombin, për luftrat, por të mblidhesh për kostumin kombëtar, pikërisht këtu në Zvicër, me 2 visi që janë sonte, është vërtet në të rrallë. Po çfarë më shtyu mua? Të bëjmë një dokumentar, telereportazh, ritual, se kështu janë gjinit që janë përmbledhur, është sepse kur etnologja Flora Balaj kisha bashkëpunuar dhe përpara, më tha, regjizor, kam një ide. Ide, ta dëgjojmë. Dua të bëj dhe sfilatën e kostumeve shqiptare në Zvicër.
Në zamër të Zvicrës, kjo sfilat me kostume kombëtare nga trojet shqiptare shndrohet në një fest emocionesh, ku çdo veshje flet me krenari për rënjët, historinë dhe shpirtin e një kombi që rrej fort edhe larg atë dheut. Prezantim i denjë zgjon admirim tek përfaqësuesit diplomat në Zvicër, të cilët jo vetëm integrohen nga pasuria kulturore kombëtare, por ndihen krenar për mënyrën dinjitoze se si ajo përfaqësohet në skenën ndërkombëtare. Dhe tashmë pas 500 e disa vitesh, shkon në Arbëri dhe gjen gjuhën shqipe të gjallë, gjen kostumografinë atje, dhe patjetër, sot ne kemi pak sa më të thjeshtë për ta mbajtur gjallë të lloj fryme, sepse kemi aksesim më të mirë, kemi komunikim më të mirë, dhe vetëm duhet dëshira dhe patjetër duhet pak financë. Dhe në rastin tënd është përgëzuar sepse gjithçka e ke bërë me lekun e xhepit. Dhe dua të shkoj te ajo që prandaj po e bëj të ndërlidhur gjithë të fjalën time, për të shkuar te ajo çka të vidi më shumë vërtetësi, Leshi, që tha ne duhet të kemi qendër kulturore. Në fakt Shqipëria i ka dy qendra kulturore, por fatkeqësisht jo këtu në Zvicër. Njëra është në Paris, kemi edhe në Amerikë. Dhe gjithçka është bërë nëpërmjet komunitetit, diasporës tonë që jeton. Pra gjithmonë ka njerëz që kanë shumë të lidhur pjesën e zemrës me rënjën, me historinë, pra me Shqipërinë, edhe ja bërë gjithë bashkë, kanë përqafuar ide dhe i kanë bërë dy qendra kulturore. Por kjo nuk do të thotë që ne si institucione nuk do ta bëjmë të gjë. Kështu që Mars Mundo nga Samiti Diasporës kemi bërë pak më parë në Shqipëri. Një nga pikat kryesore që është lënë si detyrë për të gjitha ambasadat, por edhe atje ku nuk kemi ambasada, por kemi prezencë shqiptare, pse jo të shikojmë mundësi të bashkëpunojmë edhe me institucionet vendase, pra rastin konkret në Zvicër, që të mundsojmë ndërtimin e një qendre kulturore apo mund ta quajmë edhe shtëpia shqiptare. Dhe jo këtë thuhet, dardha pik në ndarë. Motrat Aurela dhe Klofina Balaj me bashkëmoshatarët dhe bashkombësit e tyre me prejardhje nga trojet etnike, ja thojnë më të mirës përmes këngës dhe kostumeve. Prej se u bëra për me ditë, Shqip kam fol, e Shqip jam rrit.
Kënga, vallja dhe kostumet janë pasaport e pakontestueshme kombëtare. Ato nuk janë thjesht elemente arti, por dëshmi e gjallë e identitetit dhe vazhdimësisë sonë historike, që na përfaqësojnë me dinjitet kudo në botë. Nënvizon Dr. Zymen Neziri. Kjo është dëshmi pra se jemi vërtet një popull që e meritojmë, si thonë, lavdin e vënderin e Evropës dhe të botës, por mbi të gjitha lavdin e vënderin të konkurrezave dhe deri tashëm e historisë pra, që këto veshje tona popullore i sot deri të sodit. Unë di që ndërmend që Gjergji akademike jonë e parë, shqiptare në Tiranë, ajo pa të shënuar dikot 23 lloje të veshjeve, më thonë në këto 6 shtete shqiptare do përcjellë edhe Greqinë, pra sidomos pjesën çarme, por jo kemi ecur dhe matutje, kemi ndezur grimca, që të gjitha këto mund të quhen që janë mbetje të një etnokulture, pra të veshjes popullore, të fisëve i tire që ishin shumë. Të kushtot jo pak, kanë qenë vërtet shumë, deri të liçeni njëni nga liçejt në Gjermani, pra shtrihershin i tjerët. Dhe kanë qenë vërtet një popull i madh, prandaj ka pasur shumë fisë, prandaj edhe shumë veshje dhe mbetjet e këtyre veshjeve janë edhe këto sot. Unë do të përshëndesja shumë edhe zotrin pra Pën Valaj, shoqën e Florës,
që ka sakrifikuar një pjesë të pasurisë familjare, pra jo vetëm tash, por vazhdimisht. Dhe kretë kjo punë, më thonë, është nga djersat e kësaj familje. Njeriu pra me meritat e jashtëzakonshme se po mos e bën ai, natyrisht kjo punë nuk do të vaj, po as dokumentari nga Leshi pra është Përfaqësues të lidhjes shqiptare në botë, familjen e Flora dhe Prand Balajt e konsiderojnë familje autentike, të përkushtuar, të palëkundur dhe kontribuese e çmuar në ruajtjen dhe promovimin e vlerave kombëtare kudo që ndodhen. Çdo motiv, çdo ngjyrë dhe çdo detaj në këto veshje part një histori, një traditë dhe një ndjenjë përkatësie që na bashkon të gjithëve, pavarësisht kufive gjeografike. Në një kohë kur globalizimi shpesh sfidon identitetet tona, projekte të tilla janë thelbësore për të ruajtur dhe promovuar kulturën shqiptare, për ta përcjell atë brez pas brezi dhe për ta prezantuar me dinjitet në arenën ndërkombëtare. Aktiviteti i familjes Balaj në mbledhjen, ruajtjen dhe prezantimin e veshjeve kombëtare të gjitha trevave shqiptare nuk fillon sot. E kujtoj me nostalgji vitin 2003, organizuan sfidatën e parë me veshje kombëtare në Pallatin e Kulturës në Gjakov. Atë botë, lidhja shqiptare në botë me në krye Simon Kuzhninin, sot kryetar Deri, e mbështetën pa rezervë. Me këtë rast, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për bashkëshortet Flora dhe Prand Balaj, që po e mbajnë gjallë dhe po e vazhdojnë këtë projekt si dhe për të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij dokumentari, studiues, artist, organizator dhe mbështetës, të cilët me përkushtimin e tyre kanë bërë të mundur këtë vepër të vyer. Le të vazhdojmë së bashku të ruajmë, të kultivojmë dhe të promovojmë trashëgiminë tonë kombëtare. Lashtësia e kostumeve kombëtare ngatrohet, fuqizohet me konstatimin e vajzës së alfabetit, Sibela, duke i thënë atyre një dimension më të thellë historik e shpirtëror, si dëshmi e gjallë e identitetit dhe trashëgimisë ndër breza. Nëse dikush më pyetën, po ku ishit ju si shqiptar, po çfarë kishit bëj juve dhe viteve të 90-ta? Ne nuk ishim të fjetur, ne nuk ishim mundësi se si ta shfaqnim atë konëpsin tonë, sepse shqiptarët e manastirit mund të shikeshin edhe nëse të edukuar, mjaft bukur, ato i kishim si shitës të zarzavateve edhe perimeve të tregun e qarësisë të vjetër të manastirit, por asesi në institucionet të të rënkanit shtetërore. Dhe në një moment që më kujtua tjetër, ishte momenti kur babaj tim, kur u lind vllau im, deshte ka vendoi emrin Shpëtim, dhe ishte i ftuar nga organet e brendshme, duke e pyetur, nga kush kërkon shpëtim. Dhe më pas, emrin ja vendoi Enis. Momente shumë të vështira,
për manastirin, unë sot kur shoh këto vajza, sa bukur përcejnë, unë nuk kam qarë brenda këtyre viteve, son të qava. Kostumet kombëtare janë argjinatur përballë globalizmit, duke ruajtur kujtesën historike dhe identitetin kulturor të shqiptarëve në kohë e hapësirë, nënvizon Dashnim Hebibi. Kostumet tona popullore nuk janë vetëm veshje, ato janë histori të gjalla, janë identitet, janë një gjuhë e heshtur që flet për prejardhjen, krenarin dhe shpirtin e një popull që ka ditur të mbjetojë dhe të ruaj vlerat e tona kombëtare, ndërshekuj. Në një kohë globalizmi ku identitetet shpesh cpehen, iniciativa të tilla marrin një rëndësi edhe më të madhe. Dokumentari Kostume popullore, identitet kombëtar është më shumë se një vepër artistike, është një mision për të ruajtur dhe për të sjellë trashëgimin tonë të brezat që vijnë veçanërisht këtu në Mërgall. Pra një burrit të suksesshëm qëndron një zonjë e fortë, por edhe ana sjelltas, dhe pikërisht ky ekuilibër i ndërsjell mishërohet tek çifti Flora dhe Pren Balaj në Mërgim, me rrënjë të thella në Ilirikum, duke dëshmuar se suksesi i vërtet ndërtohet mbi unitetin, përkushtimin dhe identitetin. Unë e përshëndes nga zemra edhe sponsor që pas sponsor, kjo nuk ishte dhe e mundur të realizohet. Pastaj unë përshëndes edhe stafin tërësi, i cili ka dhënë një kontribut i jashtëzakonisht të veçantë për të realizuar kjo ngjarje, ky manifestim. Më në fund unë përshëndes edhe bashkëshorten time, Flora. Kjo është pjesë tavolines që është punuar këtë në dorë, pejturve të mia, mendime në momës teme, edhe këto janë piceta i kanë thënë garnitura. Këto është flisi që përpara që e kanë bajtë që kujna martuar, ma kanë vunë në kokë, për me pas një pasarës një djallë. Këto është një gublen që është qëndisur dhe këtë me dorë. Këto janë një pjesë është e vjerës sime, e cila që nuk është më këtu. Kjo pjesa këto është edhe jastikt e odëve të burrave, që i kanë bajtë përpara për odat të burrave, është edhe kjo pjesa këtu. Ka dhe pjesë tjera, po kjo është gjithsej kam munduar që t'i marrë një çdo pjesë, çdo punë time që e kom bë, edhe ta promovoj këtu. Të veshje që e kom dizajnuar pikërisht unë, është veshje e 6 treva shqiptare, edhe pjesa këtu është kjo pjesa e arbreshve. Në qujtë edhe këta një gjysëm treve e jona. Është qamja, veshja qame, është veshja e Maqedonisë, është kullani i Hasit, është gjubleta e cila tash është në UNESCO, është fustanela, edhe janë tirqit e rrafshit të Dukaçinit, edhe është medvegja, edhe flisi i bardh, cili është simboli i gjithë shqiptarëve. Këto janë përmbledhur të gjitha 6 trevat, ky është dizajnimi i parë, edhe këtu mbrapa është edhe mirditore, është i ligi i mirdites. Këto janë të gjitha, po, punë të bërë.
Në përmbyllje, me plot entuziazëm dhe krenari. Kostumet, vallja dhe kënga shqipe në mërgim shndrohet në një dëshmi e cila ruan dhe forcon identitetin kombëtar ndër breza. Në këtë rrugtim, familja e Flora dhe Prand Balajt qëndron si argumenti më i mirë i përkushtimit dhe investimit të palëkundur në ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare, duke e bërë atë të jetoj, të frymoj dhe të shkëlqej kudo që shqiptarët jetojnë.